Kreu i Shqipëria B Adriatik Lapaj ka hedhur akuza të rënda për manipulime në numërimin e votave në zgjedhjet e 11 majit. Pas marrjes së pamjeve filmike nga disa kuti, ai deklaron se ka mospërputhje flagrante mes votave faktike dhe atyre të deklaruara në proces verbal. Sipas tij, diferencat e vogla në mandatet në qarqet Fier dhe Vlorë e bëjnë të domosdoshëm një rinumërim të menjëhershëm. Reagimi plot. Sapo morën pamjet filmike, pasi vetëm djena u vënë në dispozicion, ZAZ 59 në Fier ende nuk na është dhënë dhe nisëm të shohim filmimet. Delse mes votave faktike në kuti dhe proces verbaleve të miratuara nga KZAZ, ka mospërputhje domethënëse, nisur nga fakti që mandatet tona në këto dy qarqe janë marrë nga PS me diferencë të ngushtë. Ka vend për rinumërim. Për çdo kuti ku rezulton të jetë prekur vota, ne do të çojmë në prokurori çdo person përgjegjës. Kërkesa për rinumërim do të paraqitet sot në KQZ. Ne edhe mund të mos i kemi ato mandate, por edhe po të jetë prekur vetëm një vot do të ndiqen penalisht. Shembuj të manipulimit të proces verbaleve: ZAZ 55, VNV 55 fraksion 3, kutia 2831 fraksion 00. Problem: janë shtuar 4 vota PS dhe janë hequr 2 vota nga nisma SHB. ZAZ 60, VNV 60 fraksion 3, kutia 3017. 2 vota të pavlefshme janë kaluar si të vlefshme PS-s. ZAZ 60, VNV 60 fraksion 3, kutia 2997 fraksion 00. Janë shtuar 2 vota për PD-n dhe 4 vota për PS-n. ZAZ 56, VNV 56 fraksion 3, kutia 2866 fraksion 01. Është hequr një vot nga nisma SHB dhe tek votat e pavlefshme janë shtuar 3.